Migena, unë jam shumë rëndësi se çfarë thojnë të tjerët. Mike dashur, një kandidat shumë që i ka dhënë rëndësi, do me thënë po shumë, kam qenë unë. Tepër. Qa thojnë tjerët, qa mendojnë tjerët, si dukem, por nuk e di se dashti kam harru shumë gjana, se normal që si bëjmë mo, po për para, o zoti ma, një libër e kisha shkrujt me gjitha ato mendime që unë i kam pasë në kokë se qa mendojnë tjerë për mu. E kam pas një shoqe, e kam akoma, por për para më ka pas thonë, Migena, ti jep shumë rëndësi se qa thojnë tjerët. Kush ta pagun ty bukën, të më thënë, kush ta blen ushqimin, kush ta pagun qëran, kush ti pagun gjërat që ty të duhen. Dhe mrapa pa ta nalë dhe pa ta thonë, stop, mire ki, por prap mendja në ktheke në atë zakonin e vjetër. Qa thojnë tjerë. Atjere, mike dashur, qalën e babës tim ju e dini, se e kam përmen, gojtë e njerëzve e birat e gardhit nuk mbyllën kur. Por, problemi nuk janë birat e gardhit e as gojtë e njerëzve. Problemi vetëm është se si ti i merr këto fjalë. Sepse mundet dikush me të ardhë me të thonë, po, Migena, sa e bukur që je. Wow, Migena, sa bomb që je. Por, mundet me të ardhë edhe dikush tjetër, apo i njëjti person të nesmen, ka pas ndoshta një ditë keqe, apo ku me ditë, edhe të thotë, wow, ti e kështu, dhe ti mrapa ulesh, e qanë, e mërzitesh, apo thu prit pak. Çfarë mendoj unë për veten? Kush është ky njeri njëtën time që unë i jap kaq shumë vlerë për mu? Miq, shumë gjana ne kena marrë nga të tjerët, pa i gjyku asë njeri, sepse të gjithë e kanë dhanë, e kanë bo atë që kanë ditë. Dhe këtë munem ju apërsërit sa herë. Por, dikur, kur të zgjoheni nga i gjumi bindjeve, mos e dëgjoni kërkanin përveç vetes tuaj. Mendimi jo qa mendon për veten, ka rëndësi, jo mendimi se qa mendon dikush tjetër. Ka me pas njerës që kanë me dasht, ka me pas njerës që kanë me të shajt, ka me pas njerës që kanë me të qunë qiell, ka me pas njerës që kanë me të varros. Nuk është ky problemi. Problemi i vetëm është pse ty të dhem që kjo fjalë. Nga i ke marrë ti këto bindje? Ullu. Merë frym. Po, merë frym. Edhe pse ndoshta aty kom tuk, kjo na lodhe me këtë merë frym. Lidho me veten. Pyete veten nga ku i kam unë këto bindje. Mos i urre këto persona, se kam edhe shumë njerëz si thojnë, ne urrej nonën, babën, tezën, dajen. Jo. Ai aq po din, aq po bën. Neve njerëzit, sa ti lejojmë, ato kanë me bo me ne. Në momenti që ne i thojna, stop, deri këtu. Këtu është ai kufimi jam. Ti aty, unë këtu. Miq, në jetë, shpesher bëjmë gjana, ndoshta edhe për hir të tjerëve. Ndoshta jenda dhe për hir të fëmijëve, apo për hir të asaj kohe që ti ke kalu me një person, ti bohesh prapë mirë, apo i mirë, i lejon shumë gjana. Por duhet kuptoni që respekti më i madh në jetë duhet të jetë respekti ndaj vetes. Dhe në momentin që ti respekton veten, kanë me të respektu dhe tjerët. Ama besoni që ka njerëz në jetën time tani që më respektojnë,
që ka pas një kohë përpara që nuk më kanë respektu, nuk më kanë fol, më kanë ull. Pse? Sepse unë e kam ull veten, sepse unë se kam respektu veten, sepse unë se kam dasht veten. Gjithçka nis nga ne. Ato për jashta janë pasqyre jotja. Këtë mos e harro kurrë. Uroj shpresoj që kjo video miket ka ndihmu dhe uroj shpresoj që të marrësh kohë tani për veten tone. Të marrësh kohë tani për ato bindje që i ke mërna teje. Të marrësh kohë për ato plagë që ndoshta ti ka dhënë dikush tjetër. Ndoshta rrethi, familja, prindrit, mësuesit, s'po du m'ja përmend sa herë njëtat. Por tani ka ardha i momenti, ajo koha që ti i thu vetes tone, okej, tani unë jam për ty këtu. Dhe kthehesh kadal të vetja, avash, duhet durim. Ndoshta vetja jote e vogël nuk ka me të pranu me njëherë në fillim, se nuk është mësu. Njëherë nuk ka me dash me fol me ty, ndoshta njëherë ka me ta kthy kurrizin. Por ti rri aty, je i duroshëm. Të gjitha nanat apo baballarët e din shumë mirë që ne fëmijëve ju përtasim, por prap ju thojna, unë jam këtu. Gjithçka që të ndodhe, unë jam këtu për ty. Atyre pse se ndrojna pra rolin ton e me bot njëtën me veten ton. Pse nuk i folim vetes si kur i folim fëmijës ton. Pse si folim vetes si kur i thojna një shoqes apo dikonin që e duna shumë. Krejt ikin një ditë, krejt largohen një ditë. Fëmija shkon në për punët e veta, jetën e vetë, martohet, shkollohet, çfarë ai e ka vendos apo ajo për jetën e vetë. Partnerin ndoshta nuk je me ta, je nda, apo ai ka familjen e vetë, ndonjëherë largohet me shku, apo shoqërinë e vetë. Kush është ai person që është sa herë me ty? A nuk është pra gjyna mos me marrë kohë për veten tone? Edhe mi thonë vetes tone, hajde këtu, e di se të kam harru, e di se i kam bo shumë gjona që s'kan qenë okej, të gjithë i kena bo, të gjithë i kena bo. Ka gjona që dhonë tani ullëm do njerë dhe them, zot, a i versioni i vjetër i ka bo shumë gjona që s'kan qenë okej, po s'kam ditë më ndryshe. E kjo është mëshira ndaj vetes. Kjo është falje ndaj vetes, për me e kuptu që ti s'ke ditë më ndryshe dhe ti e ke bo në çdo moment më të mirën që e ke ditë. Prandaj qohu tani nga ky moment dhe përqafoje veten tone. Qështu? Dhe thuj, unë jam këtu, të kërkoj falje që kam bo. E di që s'jam sill mirë me ty, por tani du mu kthy dhe me net me ty. Përshëndes, miqe dashur, uroj dhe shpresoj me zemër dhe me shpirt që komet një mu kjo video. Dhe për të gjithë ju të tjerët, miq të dashur, që keni ndonjëherë ndonjë pyetje, shikoni ju lutem në YouTube-in tim se kam shumë pyetje që më kanë ardhur dhe normal kur unë ashtu e ndjej, unë bëj prap video të reja, por shumë gjona i kam bu në videot e mia, do të thënë shumë pyetje, po du me thonë. Ju përshëndes, ju dua shumë dhe deri në videot e ardhshme.